Nderuar zoti ministër, nderuar koordinatore, nderuar zoti prefekt, faleminderit që jeni sot në Elbasan, faleminderit që keni ardhur sot në inaugurimin e një vepre të rëndësishme për komunitetin rom, i kësaj qendre rome, të cilët ka shumë e dëshiruar për shumë vitesh nga vetë komuniteti, dhe me thënë të drejtën ndjehemi mirë që unë di bia zgjodhi Elbasanin për ndërtimin e kësaj qendre dhe bashkëpunim me bashkinë në arritëm të japim këtij komuniteti një vepër tepër të rëndësishme për këto, që ka të bëjë me edukimin e fëmijëve, që ka të bëjë me krijimin e dy grupeve të kopshtit dhe të qendrës në përgjithësi, e cila tashmë ka një përvojë shumë mirë edhe nga vetë punonësit, por edhe nga vetë komuniteti, i cili gëzon shumë respekt. Zoti Ministër, jeni i sigurt që kjo qendër do të jetë shembull në Shqipëri dhe do të shërbejë më së miri këtij komuniteti për t'i aftësuar ato për t'i bërë të gatshëm për të arsimuar me tej. Ju faleminderit dhe ta gëzoni. Ndjem shumë mirë që jam në Elbasan, edhe ju falenderoj për mikpritjen. Kjo kohë e bukur është aq e bukur sa janë dhe fëmijët që jam këtu sot. Kështu që jam shumë i njohur që keni sjellë dhe fëmijët, sepse në thelb i gjithë ky debat, i gjithë ky investim është për të ardhmen e fëmijëve. Kështu që do doja që përshëndesja gjithë fëmijët që kanë ardhur me ne. Ne jemi duke debatuar shumë fort për buxhetin. Dhe ata që kritikojnë buxhetin kanë drejt, në fakt, se ky nuk është një buxhet si herët e tjera. Është një buxhet që në fakt ka buxhetuar më shumë për fëmijët, ka buxhetuar më shumë për pensionistët, ka buxhetuar më shumë për punësimin e njerëzve. Për ata pak për ju që e kanë një vend pune, nga 1 janari do paguajnë taksa më pak me këtë buxhet se sa paguanin në datën 31 dhjetor. Ndaj më vjen mirë që ashtu si Pnuti është treguar një donator i kujdesshëm dhe i kanë investuar këto para te komuniteti që ka më shumë nevojë, edhe qeveria po e ndjek këtë shembull. Parat modeste që ka i ka investuar te 97% e popullatës shqiptare që ka më shumë nevojë. Ti ulen taksat, ti ulen çmimet, të ulen taksa biznesit vogël, të shtohen fondet për fëmijët dhe fondet që punësojnë shqiptarët që kanë nevojë. Ndaj jam shumë i lumtur që jam këtu në këtë qendër. Jam shumë i lumtur që kryetari i bashkisë është një misionar aktivist dhe ashtu siç ka punuar me këta donatorë, ka punuar edhe me shumë donatorë tjerë dhe më vjen mirë që Elbasani me drejtimin e Qazim Sejdinit, tashmë edhe me drejtimin tonë të prefekturës, do të jetë epiqendra e investimeve jo vetëm donatorëve, gjatë kësaj kohe ku pushteti se ka pasur vëmendjen e Elbasan, po edhe të qeverisë shqiptare, kështu që do të shihemi shumë vitin tjetër dhe 4 vitet e ardhshme me gjithë projektet që kryetari i bashkisë i ka kërkuar qeverisë të investojë në Elbasan dhe që qeveria duke filluar nga ky buxhet dhe në buxhetet e tjera do t'i përgjigjet Elbasanit. People of this community, the local authorities, UNDP and others, and I would like to recognize your work, and I don't think I need to recognize it because we have it in front of us, and it will clearly be very, very useful. Është një moment shumë i rëndësishëm sot që kemi arritur në inaugurimin e kësaj qendre, e cila ka ardhur si rezultat i konsultimeve dhe prioritizimit në mbledhjet komunitare që ju vetë si komuniteti i keni përcaktuar vetë si nevojë për punën tuaj. Do doja gjithashtu që të përgësoja, sepse ky është rezultati i një partneriteti që kemi zhvilluar së bashku me pushtetin lokal, me grupet komunitare, me vetë ju, dhe kemi arritur në një rezultat që është qendra që ju vetë po e shikoni sot këtu. Kemi punuar në një projekt me zonë e Emilia Romagna, bëmë një kopsh një vit dhe pamë shumë rezultativ në mbarvajtjen e fëmijëve në shkollat tjetër. Dhe menduam që kjo do të ishte më e mira e mundshme, arsimimi dhe shëndetësia janë prioritetet e qeverisë tonë. Tek arsimi kemi mjek që vini part-time, njerëz që durojnë donacione dhe kjo është baza kryesore që